Brenda, grupi gjykatës, pasi që ka shpall fajtor të akuzuar nga Argjesh Zhugovi, për veprën penale vrasin nga ne 172 të Kodit Penal të Republikës Kosovës, ka mbajtur seancën për caktimin e dënimit dhe pas këshillimit dhe votimit me shumicë vota shpall dënimin. Gjykata mbas një 364, 365, 366, 367 të Kodit Procedurës Penale të akuzuarit Argjesh Zhugovi i shqipton dënim me burgim në Kozhati për 20 vite, i cili do të ekzekutohet pasi aktgjykimi të bëhet i plot fuqishëm. Koha kaluar në paraburgim do të llogaritet në dënimin e shqiptuar, të akuzuarit i vazhdohet mos sa paraburgimi deri në plot fuqishmërinë e aktgjykimit. Obligohet i akuzuarit që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale e shumën prej 200 euro, si dhe 50 euro për fondin e kompenzimit të viktimave të krimit. Pala dëmtuar për realizimin e kërkesës pasuri juridike udhëzohet në kontest të rrjedhut juridik civil. Gjykata në këtë parë, sekundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 30 ditëve nga koha pranimit të këtij aktgjykimi nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e apelit. Gjykata njofton për detyrimin e palëve që deri në fund procedurës ta njoftojnë gjykatën për çdo ndryshim të adresës. Dënimit, si rrethana e lehtësuese, ka bërë bashkëpunimin e të akuzuarit në gjykatin një jetë i gjatë shërtimin gjyqësor ka qenë korrekt në sjelljet e tij, si dhe shprehjen e keqardhjes së tij për humbjen e jetës së tani të ndjerit. Ndërsa si rrethana e rënduese, gjykata ka marrë shkollin e dëmit të shkaktuar përkatësisht me veprimet e tani të akuzuarit, ka humbur jetën e ndjerit, mosha e viktimës, i cili ka qenë 22 vjeçar, sjellja më pashme e kryesit, i cili është shpallur fajtor me aktgjykimin PNR 547/2017 për veprën penale e lëndimit letëror nga neni 188 të Kodit Penal të Republikës Kosovës, e cila bie në kapitullin e veprave penale kundërjetës të shtues. Arsyetimin e plot do ta pranoni me aktgjykimin në abatin ligjor. Kjo është